tu një doktor. Jo, nuk është e pamundshme, a do të mi marrë gjithmonë shkaktar, pse kanë shku deri, çka kanë qenë një sistem me qenë korruptiv. A kanë qenë pagat e ulta, a kanë qenë stimulimet e panevojshme. Për te i kësaj ekziston kanë herë dhe egoja e individit. Që po të thëmë, në Gjermani, nëse është marrë një dhuratë, është ardhur në formë të një pije që të kanë si publike. Gjithçka nëse ka kaluar, kemi pas si rregull, gjithçka që të është dhënë si dhuratë në formë monedhës dhe ka kaluar një shumë caktuar është dashur me deklaru. Sepse ti merr një rrogë prej shtetit. Ti ke për shërbimin që ofron. Për shërbimin që ofron. Edhe faka ka qenë e dinjitetshme, që nuk ka mujt me ta ul atë dinjitetin e personalitetin e mikut. Ti ke pas respekt. Sepse shumë herë, edhe nëse ki parën e botës nuk i ki respektin, kote ki. Atje e respektu si mjek. Respekti ka qenë maksimal, digniteti ju të ka qenë jo i përdhosën asë njëherë, ti ke qenë mbret në punë tonë, edhe pse je konë shërbim klientit. Atje e thunë një fjallë gjermane që klienti është mbret, po je konë shërbim pacientit. Kjo është ajo që e ka motivu mjekun, po dhe normalisht që kur nuk ka ndodhur një pagit me të vënu ose një kujdestarimës me të nxjerra qa po dinu mësë më pagu, ajo s'ka kur në diskutim. Pagat e konë dinjitetshme, mjeku gjerman konsiderohet për atyre që fiton mirë në Gjermani edhe jeton mirë. Tash, mos flasim globalizmit që ka bërë që për shemb euroja me radhë dhe Gjerman, edhe si Gjerman ankohen shumë që me futjen e euros rrogat e tyre pavarësisht që rrin shifra të mira, nuk janë sikur rrogat që kanë qenë përpara me markën gjermane e kështu me radhë. Ama jo korrupsion, nuk ka pas nëse nuk gaboj 2-3 raste që në këtë Gjermanin për 13 vjet, jo është marrë licencë dhe ata nuk mujnë me punu më. Duke se është një ideja që as guxon me mendu me hap kur mjeku në Gjermani. E kupton? Po. Nëse ka, ose po them nër tavolinë, mund me ndodha, ama jo për mi tavolinë. Në formë të hapën, ma se di që ka ekzistu. Se dhe mësosh, ndërrum pajtim, ti mësosh nëse e merr një rrogë dinjitetshme, ti mësosh me çat rrogë dhe ti e din që ajo është rroga jote dhe mësosh mos me pa dorën e kujt tjetër. Edhe ka ma knatësi se mos me pa dorën e dikuj tjetër ka të hep një parë. A ka ma knatësi se ti me ndi knatësi në profesion që po e kryen, pa pas nevoj me pa apo të shpërblen dikush e jo. Zatën është profesioni joni, na me vetë dëshirë kemi marë. Nëse merë, punon,